ti nuk dohet i kthehesh me historisë, po historia na mëson edhe se të lutem. Jo, e kam të pjesa e bojkotit e përballjes me pushtetin. Domethënë në 98-ën PD-ja i kërkoi gjithë njerëzve që të bojkotonin votimin e kushtetutës. Në 2001-shin nuk hyrim parlament për 6 muaj pas zgjedhjeve, por e arriti një rezultat. Presidenti konsensual. Në 2017-ën ndeti në çadër, po e arriti një lloj konsensusi për një qeveri të përbashkët dhe për zgjedhje ku do kishte disa ministri. Në 2019-ën i la mandatet, pësoj sa pësoj, bojkotoi dhe zgjedhjet, por prap arriti një lloj marrëveshje në ambasadën amerikane për të hyrë në zgjedhje në mënyrë barabartë, pavarësisht se ajo marrëveshje u prish më pas dhe nuk ditë se pas 5 ditësh. Tani ka ardhur momenti që kjo dilema e PD-s që i njohim zgjedhjet, por ndërkohë do hyjnë në parlament, duket si një nënshtrim ndaj këtij regjimi. Pra siç janë nështruar gjithë njerëzit, ka ardhur 2025 dhe të gjithë thonë skemi jemi të pafuqishëm ndaj regjimit. Edhe PD-ja vetë ndihet e pafuqishme, prandaj nuk ka zgjedhje. Edhe deputetët e PD-s ndihen të pafuqishëm në raport me Berishën. Edhe zoti Sula, po të ishte pjesë atyre deputetëve, nuk do dilte sot të fliste me këtë gjuhë. Ti je i bindur, 1.000.000%. Sepse të ta mbaroj. Jo, mos mbaro ti, vazhdojmë historinë. Ktheu që mrapa ti, se me që filloi 2001-shin. Kujto 2007 për presidentin. Kundra. Kujtoj që nisi një prill 15 marsin, Shkërdecit, kundra. Kujtoj se një prill. Të thash historia, po them tani. Kujtoj se një janarin, kundra. Kujtoj se Gjashkorrikun në fundit tani, ka qenë vetë që votova kundra. Kundra me penale, kundra. Aktualisht. Në grupin e deputetëve të PD-s, nëse do ulesh në kafe, të gjithë thonë Berisha politiki, duhet hapi rrugën. Po mos e falë unë vija këtu sot apo askush nuk është i fuqishëm. Askush nuk është i fuqishëm që të ofroj një zgjidhje ose të propozoj diçka. Në fund të ditës, PD-ja duhet të rishpik veten. Në rast se nuk rishpik veten, në rast se nuk gjen një formë, kështu do vazhdoj kjo situatë. Ne do mblidhemi këtu në studio, do grim sallat kot, por zgjidhje s'ka për të pasur. Dakor, sepse të gjithë janë të nështruar ndaj asaj që kanë përballë. Shikoj çfarë ndryshimi ka PSA-ja. Shiko sa e thjesht është. Se tani unë tres këtu dashi është i qartë. Po dashi është i qartë tani, që tha Mërtiri. Dashi tani është shumë i qartë, shumë i hapur dhe ka qefta të gjosh për thot gjëra të hapura, të vërteta. Dije nuk ishte. Po nuk kemi marrë për të bërë gjyqim se që dije. Kështu mendoj një puna tënde. Tani po themi gjëra shumë thjeshta. Tani ka 35 vjetë zotëri. Në leadershipi i Partisë Demokratike është kjo që kemi. Me sukseset që ka, me drejtijet që ka. Sali Berisha. Kjo që njojmë, thellësisht. Tani, që të nëbën këto një ju, se ju po thoni tani se këto nuk do të bëhen me fryet këshu, edhe zgjidhet. Me, që i tuet ajo, me... Frymin e zotit. Frymin e shenjtë. Frymin e shenjtë. Bëhet frymin e shenjtë dhe bëhet, jo. Atere, a duhet të ketë ndryshim leadership në PD, se nuk ndodh më. Se ndoshta në ndodh dhe të PS-ja kjo, të ri deri në pas vdekjes edhe Edi Rama. Dar qoftë, i nuk jorem, ti jetoj sa më gjatë. Kjo është në Shqipëri. Tani disa kanë ikur këtu, kanë parë punën e vetë, tani ky, a mund të ketë ndryshim leadershipit o zotëri tani? Kjo është humbje tret dhe zgjedhje parlamentare. Durën humbje tret. A ka më kuptim qëndrimi i Berishës në krye të Partisë Demokratike? Shmo të bëj kjo në krye të PD-s tani? A mund të bëj kjo njeri do të? Po kush e kërkon? Pra kush e kërkon këtë ndryshimin brenda PD-s? Askush prej deputetëve që janë atje në listë, askush prej të tjerëve nuk ka guxim që ta kërkojnë këtë gjë. Janë të gjithë në shtuar. Deputetë u bë si u bë pra tani. Të shpjegoj unë. Dhe kur them dash që edhe ti po të isha atje te lista. Po jo, ke gabim. Nuk do flisje me gjuhën tjetër. Po pikërisht për të dy gjëra nuk jam përmendur. Se do flisja. Pikë e para dhe kishë qëndrim tjetër për Spakun e lati. Të dy penalizimet e mija, më të tri. Edhe pas për Spakun. Dhe po të themi gjë tjetër. Rama ka inat Intonin, ka inat mua, por është në ato bura që intereso vota. Marë vota pas atërim qok balit. Në qok kokës, në këtim, ma në shtrim. Kurse këto menojnë që flamur, në aga menojnë, thoti, qa flete i për shefin, qa menojnë për tavolina, se të flasin e jesën rrë. Nuk ka halën marri votat, po ka halën që është besike im, së është besiko imi. Edhe se nëllë të një, lista mbyllur, bo gjithë me besnik. Me gjithë me ish galosha, me galoshet vjetra, dhe u përfundu në votet, lutëm. Pyetjarë si zgjidhet dash. Lutëm,
konstatimin e kemi ne. Një minutë. Pse ndodhi kjo tani që 151.000 vota që ka marrë në gjithë qarkun, 151.500 që ka marrë qarkun Tiranës PD-ja, 136.400 ka marrë lista hapur. Vetëm 14.100 që ka marrë lista mbyllur. 12 veta sa janë këto, kaq ka marrë, kaq vota. Ju tani katërt ju kam thirrur këtu, si mendoni doktori, nuk e kupton këtë që tani cinaf. Mjaft. Nuk e kupton këtë që vetë. Se aty ata nuk i thon doktore, flamuri këtë. Ndoshta se kupton, s'është problemi të doktorit. Nuk e kupton. Si se kupton? S'është problemi të doktorit, se një parti. Po se kuptoj atëherë ai Një parti e cila është në unison e gjitha që Berisha nuk duhet lëviz. Do të thënë që ata mendojnë gjithë njësoj për mënyrën e zgjidhjes. Sa flamur noka për djemra. Dhe ne na Jeni mendim kam noka. do ketë një alternativë, ne na duhet një alternativë, njëri që mendon ndryshe për mënyrën e zgjidhjes. kanë rregull. Që mendon ndryshe për to që tham. Jo alternativë që të mendojë se si Berisha mjafton ndryshoj fytyrën, se nuk quhet parti, nuk quhet lider i ri ai pastaj. Ai do të quhet një maskë e re për një lider i vjetër. Ka një paradoks ylli, shumë kështu. Por ndoshta ka të drejtë dhe Sali Berisha, sepse e di pse. Shumë një nga njerëzit që luftonte më fort kohën e Elbash, se ky u bë sekretar i përgjithshëm. Gazim Bardhi. Që bë këta grup. Gazi tani është më fort se të gjithë me doktorin. Se si kesh kë, pse qesh ti më? Nuk po qesh më jo. Po Po busqesh. qesh. Ju morin qaf Gazit, themi drejtën tash. Ju morin qaf. Dashim me gazin. Me Gazin ishe, Janë. tani Gazi të la aty. Unë ndatë të marrëveshja e shkurtit që bëri me Çuçin. Aty unë ndatë, apo? Po. Kur që kur vati bëri marrëveshjen me Berishën në shtëpi, e dau, thash, unë s'jam dakord. Në rrugën tjetër. Se s'ka të Se ardhur ju për thoni që doktori e troqi Gazin dhe normale. Gazi me ishte i qartë, doktori pas ka qenë gjithmonë i qartë në punët e veta. Po këta që shkuan Gazit mbrapa se kuptojnë se mirë Gazi bën pazarin e vet. Doktori ka përvojë 30 vjeçare në këtë punë, kurse 15 Ja Jo, kur ka ndodhur gjëja se Ndryshon në mos e thoje do të mazit e gojë, thoje një herë në ngradë Sali Berisha, po s'e kam kur me gojë. Thoje fëmija, korrupsioni, kurrë se biles edhe kur isha kundra, thoje që ora çështja Sali Berisha dhe vazhdoi që mbajtë qendrimin. Qeni moderuar. Politike, jo mos është moderuar, por shoh besoj valla. Është politike çështja Sali Berisha, nuk ma hini menja motë, ose ish program nuk profesionist, nuk më lejon që një VKM kolegjale të thoshta shiti që ka edhe drama ka përgjegjësi të herë penale, edhe ai Fatosnano dhe Ilir Meta dhe Pandelimajka për gjithë VKM-t, për gjithë vendimet vendimet kolegjale. Kaq, se është vështirë të provosh anën subjektive dhe anën objektive të një vepre të tillë. Është e pamundur. Se po të kishin mend ato për ashtu gjëra, kishin filluar për çështje për tjera gjëra, jo për atë, e kupton. Edhe kështu që është politike, edhe vazhdoi ta maj qendrim. Ka kry punë. Edhe se kemi rënë jana. Këto çan nuk than, u bën, por po ti merr vetëm me atë më 17 dhjetorin. U bën 11 dhjetori, ku po ajo ndërty. Me 11 me 12 Berisha tha deklaroi tha, me datë 8 janar do viun atje tha. Pse sa me datë 15, me 20, me 22.